Unë vi në fshati Dushar. Sa larg është fshati Dushar nga... 65 kilometra. 65 kilometra. Edhe që të vish të marrë një lej për të bërë një kymes pule, duhet të paguash të bleq ka fas të artë, atë kymes e pule. Me çfarë lëvizni? Po me mjetet të rënda e mirë është. Vetëm me mjetet e rënda? Po makinë e vogël nuk diskutohet, me furgona me xhipa vetë. Ju e keni bërë më njëherë rrugën në këmbë? 2 orë e gjysmë është Moglic Dushar. E kam bërë disa herë. Po? Sa e vështirë është për ju banorët, jeni kaq larg edhe thuajse në izolim nga qyteti? Për një aspirintës, se s'ka rrugë kryesore. Edhe gjatë dimrit, sado që jam bërë 2 centrale të vegjël, mbi ujërat e Dusharit, ata ngelen pa dritë. Se nuk e u japin centrale. Po, sa banor ka aktualisht fshati Dushar? Atje janë 25 familje. Po më përpara? Përpara kanë qenë 130 familje. 130 familje. Kanë emigruar, kanë ikur. Kanë ikur gjithë. Sa i vështirë është për ju të jetoni në këto kushte, duke qenë se s'keni as kushtet minimale, për po flasim për rrugën, infrastrukturën, uji, drita? Vetëm ekuilibri natyror i bën ata njerëzit. Ju vjen keq për gjithë këtë situatë që nuk ndihmoni as nga shteti, nga institucionet? Po s'ka më keq. Të braktisur komplet. Edhe shkollë s'ka më, shëndetësi s'ka më. Ku ka fëmija? Ai që ka një fëmijë e ka çuar në për qytetet në shkollë. Një fëmijë vogël është vetëm. Ju merr malli për atë Dushar që ka qenë më herë? Po si s'na merr malli. Dushari kishte vatërkulturë, kishte gjallëri tjetër. Çfarë do doni të ndryshonte? Rruga kryesore. Rruga kryesore. Edhe kjo çuarja e bashkisë në Korçë është vrasë.